Kjo është një sukses edhe imi edhe krejt kolegëve që kemi punu Rami Sadik, sepse mu më ka ra me punu 1 vjet e gjysmë me Drilonin. Edhe pa modesti bile kisha thonë që në një periudhë që Drilonin nështë ka pas ma të vështirën, na i kena qëndru shumë afer edhe kom qenë pjesë e atij kalimit nështë kur e ka bo hapin e madh, sepse me dal nga Rami Sadiku në Malishev, në futbollin e Kosovës është hapi madh, sepse dilen nga një ligë më e ulët në një ligë më të lartë dhe vetë fakti që ka emrin Superliga, atëherë shumë syën kthym ka ty edhe munden me të pa. Qysh e kanë pa dhe tash, kështu që jam shumë i gëzuar për Drilonin, sepse për ata që e njohin nga afër është një super djalë, por mund me thonë që prej djemve të ri të cilët i kam ushtruar na herë është një super personalitet edhe këtu ma shumë se cilësitë e ka pru personaliteti i tij. Mund me thonë lirisht. Sa i përket kalimit, kjo është një gjë shumë e mirë, që është cekën edhe gjithë parafolësit, për arsye se të gjithë ata djemë të ri që janë rrugës Drilonit dhe shumë djemve tjerë, po e shohin që ky treni nuk po ndalet, po ecë. Ta marrin model, më ta marrin dhe model. Çunat e rinj ta marrin model. Por ndoshta puna rrihet shkon aty, po ky mund të shkojë diku tjetër. Po punoj prapë aty. Po ky ndoshta është një alarm që ne duhet të punojmë më shumë me akademitë. Kur thëmë me punu ma shumë me akademit, e përmeni Albanit që ka shumë interes, e përmeni profesorit që ka interes ndoshta prej Rapid Bukureshtit ose Malmos ose kujdo qoftë, qka nëse dikush kish ardhur nga jashtë edhe kishte me thonë që na jem gati me investu 25 milion në 6 fusha, në një vend ku hahet ushqimi, ku bëhet gjumi, ku bëhet mësimi, ku e kanë pishinën, fitnesin edhe jemi gati me prit 10 vjet. Unë po mendoj që fituesit më të mëdhenj kishin me qenë ata. Sepse është koha ajo që ka me kallëzu ata që mungën mas shumë ti në Kosovë, këtë gjë që unë po e thëmë, nuk e ka as Kosova dhe as Shqipnia në këtë suas kaq të madhe. Kështu ka punu edhe Gjeorgjia, që ekipi kombëtar i tyne tani pat sukses pikërisht me atë akademinë që Ronaldo në 2013 e ka hop atje, Cristiano Ronaldo. Është një jo që dojna me zbuluin në nxehtë, në të vinë modelet e suksesshme këtu edhe nuk e di sigurt, muj me kanë i pasigurt në dhënien e informatës, është një ekip në Francë, nuk e di sigurt me emër, kanë shit një lojtar nga asgjë në 37 milion dhe ende ajo akademi nxjerr lojtarësat. Do me thonë jam prej aty në milionave. Kjo është arsyeja pse unë po them që tash mund të më marr ndoshta një shembull të vogël, që është Ballkani ka pas përfitimet e fundit, çka nëse kishte më qenë një vend ku Ballkani merr 3 ose 4 hektar, na nuk po thojna 20 hektar, por ti ketë edhe 10 tjerë aty afër që mundet me i kap edhe me i blen të ardhmen, sepse unë mendoj që kjo është ajo që i mungon Kosovës. Talentat nuk i kanë mungu asnjëherë Kosovës dhe nuk do t'i mungojë. Dy gjëra te Hazrollaj, se i përmendet gjatë pjesës së parë, sidomos te Rami Sadiku, kur ka ndodhur rasti që keni udhëhequr ose keni punuar me Drilonin? 2020-2021. Periudha më e vështirë kam fjalën për shkak se ka qenë edhe pandemia. Driloni ka qenë jashtë shtetit një kohë dhe ka qenë shumë e vështirë që të vihet dhe të udhëtohet. Në atë kohën kam qenë treneri unë në 19-ave, treneri juniorëve. Po du edhe një pyetje, me Leon Miftarin, a ki punu edhe me disa talenta tjerë? Po. Përmeni edhe ma herët, se jo veç kur të bojnë shitje bumë, se ma ne janë ndihmojmë.